Përshëndetje të gjithëve. Shpesh disa prej temave që po diskutojmë ose po shohim janë që lidhen me problemet klimatike dhe shpesh po I kena problemet me kuptu atë pjesë. Më shumë diku diskutuam këtë gjatë kohës së janarit, ku kishim problemet kryesore në secilin nivel lokal, specifikisht në komunën në të cilën edhe po diskutojmë në komunën e Gjakovës. Kështu që kemi fatin edhe kënaqësinë që më pas të ftuar Erzana Çarkaxhi. Erzana, faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë ideal për ftesën, kënaqësi me qenë sot këtu. Erzana, ti po mirësh me një prej temave që është tepër të rëndësishme ku e gjithë bota po mirët me këtë pjesë, por për fat mirë ka edhe në Kosovë. Çysh ke fillu mu fokusu te tema ndryshimeve klimatike, problemeve edhe temës në general, Faktikisht, ideja me u marrë me ndryshime klimatike nuk është që ka ardhur veç brenda një dite apo si rrjedhoi ndonjë angazhimi. Ka filluar qysh prej shkollimit, unë studimet primare I kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ndërtimtarisë. Jam diplomuar në hidroteknik, apo në praktik më mirë kuptohet si inxhinieria e ujrave. Gjatë kohës, me njerë pas përfundimit, kom pas mundësi me u bashkangjitë sektorit privat edhe me qenë pjesë e projekteve të ndryshme që kanë bëjnë fokusin kryesor e kanë pas menaxhimin e ujrave. Menaxhimin e ujrave më shumë si shërbim, jo shumë duke u kujdes si resurs natyror. Gjatë gjithë kohës angazhimi, çdo herë kur kemi pas të bëjmë me ndonjë projekt më kompleks, na është desht me inicu bashkëpunim me ndonjë kompani apo inxhinier të huajt, zakonisht të vendeve më të zhvilluara, për arsye që në Kosovë faktikisht nuk është që kemi pas shumë kuadro sa I përket inxhinierisë së ujrave. Këto nuk po e them veç une, po e shohim edhe nga gjendja e terren, nuk është që kemi shumë objekte komplekse hidroteknike, tash na veç dekadën e fundit kemi filluar më shumë me u marrë me implante të trajtimit të ujrave. Duke pa mënyrën qysh ata ju kanë qasë projekteve, domethënë fakt ndikimi I mjedisit ka qenë shumë I rëndësishëm, jo veç me e plotësu një tek si dokument për vlerësim të ndikimit mjedis, po gjithmonë është integru si pjesë kryesore e projektit. Edhe ka pas një kujdes të jashtëzakonshëm mënyrën që shën trajtu resurset apo gjitha resurset që kanë qenë pjesë e projektit për cilin është desht me jap shërbim përfundimtar. Aty kum pa edhe ka filluar më shumë me më rrit interesimi, me u ngrit profesionalisht. Tutje kom fitu një bursë për qeverisë çeke, edhe për 2 vite kam ndjek studimet e magjistraturës në një program që ka qenë menaxhimi I ujit, peizazhit dhe pyjeve. Ka qenë program shumë interesant sepse është ofruar si kombinim I 3 fakulteteve. Edhe kemi pas mundësinë me u ekspozu në perspektiva të ndryshme. E mbaj mend qysh në fillim, ligjëratat e para jemi prezantuar me konceptin e zgjidhjeve të bazuar në natyrë. Për mua ka qenë shumë preslanse me dëgju si koncept, nuk e kisha dëgju më herët. Edhe jam të folë për vitin 2017, kur ky koncept veç sa pat fillu edhe në Evropë më u promovu. Është prezantu si një ndër konceptet që mundet me gjithë sfidat që gjitha këto resurse janë duke u përballë me ndryshime klimatike. Po të njëjtën kohë edhe me japim benefitet të ndryshme, qoftë në shoqëri, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në mjedis apo si mbështetje e infrastrukturës tradicionale. Më kalon shumë breca, kom vazhdu me u marrë tutje më shumë me këtë koncept, kom qenë pjesë e një ekipi të hulumtimit, ku më shumë, domethënë më thellë kemi fillu me pa cilat janë benefitet, sidomos për zona urbane. Edhe më tutje jam specializuar me hulumtu cili është benefiti që e bazuar në natyrë, kur vim tek zvoglimi I përmbytjeve, si një ndër fatkeqësitë më shumë të që po përballen zonat urbane, po njëkohësisht të njëjtën kohë e mundson edhe menaxhimin e thatësirave. Po, kjo ka qenë shumë e re edhe për ne, kur ka qenë gjatë muajit janar, qështu ka ona profesionale, aty që ndodhen problemet klimatike, për shkak se na kur dëgjojmë për të parë këtë ndryshime klimatike, e para që na shkon është temperatura. E harrojmë këtë pjesën e menaxhimit të ujrave, pyjeve, për shembull, se për këtë pyjeve na flasim tepër pak. Ka ona profesionale. Qysh e keni pa këtë gjendjen në zonën urbane, po edhe te ujrat edhe te pyjet këtë pjesë? Po flas vetëm në komunën e Gjakovës, ku jemi momentalisht, po flas edhe në përgjithësi. Si fenomen, po sigurisht. E shoh një tendencë që ndryshimet klimatike dhe ngroja globale
kuptohen si i njëjti fenomen, po praktikisht nuk janë. Bile ngroja globale apo rritja e temperaturës është një ndër shkaktar të ndryshimeve klimatike. Ndryshimet klimatike janë shumë më komplekse. Nuk kemi të bëjmë veç me ndryshimin e një parametri, siç është temperatura në këtë rast, po kemi edhe parametra tjerë. Domethënë kemi të bëjmë me rreshje, kemi të bëjmë me shumë parametra që praktikisht na i shohim veç kur përballemi me përmbytje, kur përballemi me thatësira zjarre, erozione. Kur i shohim edhe plastikat ujë. Kur i shohim po, ajo është një zinxhir i faktorëve që ndikon me u përkeçu këto fatkeqësi. Fillimisht domethënë ndryshimet klimatike me që janë komplekse, ideja është që shkaktojnë ato është që gjitha këto fatkeqësit natyrore që më parë e kam pas periudhën e kthimit shumë më të rrallë, tash frekuenca e ngjarjeve është shumë më shpesh. Edhe ne i shohim shumë më shpesh. Që do të thotë, këto janë fatkeqësi natyrore, po që po përkeçohen për shkak të ndryshimeve klimatike. Vërshimet janë këto fatkeqësitë e para që jemi duke u përballë më shpeshti. E përmendë janarin, po pak u bosi një trend na çdo 2 vite jena duke u përballë me vëshim. Kam vetë kjo nëntor, dhjetor, janar mundësia goxha lart për fatkeq. Nëse kthehemi historikisht me pa, domethënë marrim danat për institutet e shohim që çdo 2 vite na jena duke u përballë me vërshime. Mirë po, nashta edhe me kuptu qytetarët, vërshimet na i shohim si 3 kategori. Zakonisht është edhe një 4, po ajo është vërshime bregdetare, me që na s'kemi dalje në det, nuk prekemi prej asaj pjese. Kemi vërshime lumore, kur shtrat, domethënë kur për shkak të mungesës së kapacitetit të shtratit me u përballu intensitetit të rreshjeve, lumi na del nga shtrati dhe fillon me u përmbyt hapësira përreth. A kështu mund të nal, pak se vëllai që kjo na intereson goxha shumë me që kemi 3 lumen këtu, po gjithashtu edhe në pjesë të Kosovës, po ndodh shumë shpesh. A ndodh për shkak vetëm se shpesh po thojmë në këtë botë ndodh, edhe është normale, apo është faktori njeri që në përditshmëri po e dëmton këtë pjesën? Tashmë si profesioniste ujrave duhet mi përmend që janë 2 faktorë. Është edhe çështja natyrore, po është edhe faktori njerëzit sigurisht. Domethënë kur flasim për çështje natyrore, na kemi një pozicion tillë që sigurisht gjitha lumet na vijnë prej zonave malore. Edhe kur na afrohen afër qyteteve, shkojnë duke kalu ka një zonë më e ulët, më fushore. Edhe kur mbërrin afër qyteteve, sigurisht që kanë me mbledh edhe projt që janë pjesë e qyteteve. Zakonisht ka ndodhur këto prejnë vijnë shumë vrollshëm. Edhe me qenë se e kapin gjithë atë ujin prej shiut, jena të folë për një situatë ku hapësira gjelbërta pothuajse janë inekzistente për me e filtru ujin, kështu që e mbledhin gjithë ujin edhe rëmbyshem e mbledhin tek lumet kryesor që në këtë rast ka qenë Ereniku. Për shembull, nëse flasim për Erenikun, në këtë janar, sipas Institutit Hidrometeorologjik, është potencuar që ka qenë në niveli më i lartë i ujit që është regjistruar ndonjëherë në sistemet e monitorimit që i kanë. Po tash këtu duhet me kuptu që instituti nuk është që ka pas ndonjë histori që ka mujt me mungesë database. Ka një mungesë, nuk është që s'ka dhëna, po stacionet e monitorimit i ka pas të kufizuar. Tek pas vitit 2015 ka fillu me i shpërndan gjitha pellgjet lumore. Po si dhe që tjetë, prapë shumë prej njerëzve që kanë memorje historike, institucionale, tregojnë që si lloj vërshimi kemi pas dikun vitin 1979. Po, ke një për diskutimeve që u ceken që ka pas ma herët. Po, të më thonë, ata e mbajnë mend kësi niveli veç në atë kohë, që kemi të bëjmë me një periudhë të kthimit 50 vjeçare. Po tash, nëse kthehem, na nuk e kemi pas ndonjë intensitet qasht madh, që më thonë që se zakonisht në periudhat të kthimit 50 vjeçare, folim për një intensitet shumë të lartë të rreshjeve. Nuk është që s'ka qenë, si pas matjeve diku, kur të kalon 50 litra edhe zgjat për 24 orë, mundet me shkaktu vërshimin e tillë, po këtu kemi të bëjmë edhe me faktorin njëri. Domethënë degradimin që kemi bo lumenve edhe nuk është kjo për një ditë, na me dekada të tëra
Degradimi është fushave të ndryshme, domethënë, është zinxhir, vazhdon, ka qatë shumë pengesa nëpër lumenj, ka ndërtime pa leje afër pellgjeve lumore apo në tokë lumore. Ka deponi të ndryshme, domethënë mbeturina të formave ndryshme, qoftë për njeriu, qoftë për industrisë, qoftë për bizneseve. Shtoja këtu faktin edhe nxjerrjes zhavorit. Domethënë qatë shumë ka faktorë që na me vitet tona i kemi degradu lumejt, kuptohet që tash veç e shohim në terren ekspozimin. Kjo për fat të keq është kthy si normalitet, për shembull nxjerrja e zhavorit ka qenë shpesh na ka ndodhur dhe shumë para nesh. Ka mujt marr një kompani, nuk është që është marrë shumë seriozisht. Kurse tash është pak më ndryshe, po prap çndron si problem. Po shpresoj që më ndryshe, se pak a shumë na nuk e kemi ndjenjë përgjithësi me mbrojt resursin, në këtë rast kur flasim për ujëra, domethënë edhe nëse kemi pa dikon duke hudhur mbeturina, nëse kemi pa që një kanalizim për një biznesi po shkarkohet direkt në lum, nuk është që kemi marrë qatë shumë masa. Nashta e bojmë një postim në Facebook, po nuk është që dim shumë ku më shku më anku edhe çka më bë tutje. Sektori i ujit është shumë sektor problematik në Kosovë, me që na jemi shumë keq me resurse ujore. Me thonë, jemi një ndër vendet që konsiderohemi që jemi në stres ujor. A mund të shumë na shpjegoj se pak ndoshta edhe neve për shkak se kur e sheh pjesën e Dugaxhinit duket që është mirë me që ka lumenj, ndryshe prej rrafshit Kosovës. Po, edhe është e vërtetë, domethënë kur flas për stres ujor, tash ideja është me e llogarit situatën gjithë Kosovën. Ideja pse Kosova ka një gjendje tillë është për shkak të domethënë gjitha pellgjet lumore nuk i ka në mënyrë të barabartë të shpërndara në territor. Kjo do të thotë që rrafshi Dugaxhinit qëndron shumë më mirë në krahasim me pjesën lindore të Kosovës. Na burimin kryesor të ujit e kemi prej rreshjeve. Mirë po, edhe tek rreshjet nuk qëndroj mirë. Prapë se prapë domethënë me ndryshime klimatike ka filluar me rast sasia mesatare e rreshjeve. Me rreshje nuk qëndroj mirë, i kemi gjithë lumejt, veç na kalojnë ka territori. Domethënë çka ndodh, veç na kalojnë edhe tutje dalin në shtetet fqinje. Ajo që është e dhëmshme është që nëse na vazhdojmë me i betonizu lumejt, veç e bojmë më të lehtë këtë kalim të ujit, edhe shumë lehtësisht ja u japim shteteve fqinje. Kjo është një ndër benefitet për shembull të zgjedhjeve bazore në natyrë, që fokusohet shumë që me jap praktika që me rujt ujin si resurs për vendin tënd. Domethënë, me që sektori i ujrave, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën është një ndër sektor që ka me u afektu spari për ndryshime klimatike, e gjithë bota është të dëmtuar me pa qysh me rujt ujin. Po, shumë kish me qenë është më rëndësi në rast se shohim dallimin mes shteteve tjera me që ki pas përvojën mi pa edhe pjesën e shteteve tjera edhe Kosovës, është dallimi tetë i madh që shmirëm me ujra, ndoshta anën institucionale më shumë se sa i përket pjesës së qytetarëve, goxha shumë çalojmë, ajo vrehet për fat të keq ku borllogu gjuhet vazhdimisht në ujra, hiç më larg se dje, kanë lënë në pjesën e Renikut një borllog shumë të madh të këtë shtëpisë, ku ka largu interierin e brendshëm e ka lënë në Renik. Tash të pjesa e institucioneve, na pidim që çalën është pak në Kosovë, po ndërkombëtarët janë më profesionistë në këtë fushë, a kanë rrit pjesën e interesimit me punu në ujra dhe që është nështë në Kosovë, së të dyja nëse kështë mujtë me nda. Kanë ndimu, domethënë njerëz zakonisht shumë na kemi ndihmë prej organizatave zhvillimore gjithë botës, sidomos kemi shtetin e Zvicrës që kanë ndihmu jashtë mase në sektorin e ujrave. Po prapë se prapë kur vjen tek prioriteti nacional, nuk është që ju ka japë qatë shumë prioritet sektorit ujrave, domethënë tash na edhe si vend me probleme, fokusin e kemi pas në procese tjera, edhe nuk është që kemi pas prioritet me mënyrën që kena menaxhu këto resurse ujore. Tash mendimin e ndërkombëtarëve na kena mujt me plotësu atë kornizën ligjore, kemi strategji, nuk qëndrojmë keq, na letra jemi shumë mirë, po çalojmë kur po fillojmë me implementu. Tash edhe këto është zinxhiri faktorëve, edhe kur dalim te implementimi. Zakonisht, domethënë gjitha këto strategji, ligje apo dokumente tjera nuk është që më shumë po trajton si të izolune.
Nuk është që ka një kohezion mes gjitha dokumenteve që mandej ma lehtë e bën implementimin. Shtëja faktin që s'është që ka qatë shumë indikator që e masin zbatimin, nuk kemi shumë mekanizma kontrollues, kemi një numër shumë të vogël të inspektoriatit, po unë e shoh shumë problematike që trajtohen si sektor të kufizuar. Për shembull, e trajton sektorin e ujnave vetë, planifikimin hapësinor vetë, në anën tjetër bën një strategji për ndryshime klimatike, që këto janë shumë të mira. Veç na duhet pak më shumë me i koordinu, sidomos kur flasim për planifikim hapësinor. Po, që ke pjesa për planifikim që po thu shumë të mirë për jena në dokumenta dhe shpesh kur ishe disa dokumenta dokon tepër mirë, por kur është praktiken, nuk po është e kënaqshme. Nashta që mirujt pak për thërimin e një fjallori, po kisha dash nashta më kthy ma shumë të pjesa qytetarëve momentalisht. Shka i kishe këshillu funksionimin e një personit thjesht qysh me mbrojt këto. Nuk po thëmë vetëm me fushatat e thjeshta që i bojmë na, po nashta disa gjana këtë bazike që përën ABC, që kish mujt me kontribu për parandalimin e qëtëne dëmtimeve. Çfarë këshilla kishe dhonë, ose çfarë kishe tregu një përgjithësi qytetare, para se më kthyte institucionale edhe një pikë për fund? Po, kjo shumë e vërtetë, do të thonë se kur flasim për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, nuk është që duhet me prit veç për një investim të madh. Ideja fillon qysh për mënyrës qysh na jetojmë, qysh i konsumojmë çdo resurse, qysh sillemi me natyrën. Për me lyp përgjegjësi për institucioneve, duhet me pas një farë kredibiliteti, që faktikisht nëse shohim mënyrën qysh na duke vepruar, nuk e kemi. Kështu që le ta gjetë fajtorin kujdestar, po këto ndryshime do të më fillu prej secilit për nesh. Do të thonë mënyrën qysh sillemi mas pari tash me konsumim të ushqimit, qysh vendosim me i trajtu ato mbetërina, qysh vendosim me u kujdes për mjedisin për atë. Është bo pak klishe kjo thanja që njeve na intereson veç shtëpia jonë, kur po dalim jashtë, nuk është që e ndjejmë një farë përgjegjësie apo pronësie mbi sipërfaqen jashtë shtëpisë tonë, po besoj që kjo është deshme ndryshu se ekspozimi ndaj dëmeve që janë aty pas është shumë i madh. Edhe tashmon nuk jemi duke folë për një koncept teorik, jemi të folë për një problem që është të na kanos çdo 2 vite. Edhe dëmet që janë të shkaktu dhe në aspektin ekonomik, fatmirësisht, në janar nuk është që kemi pas humbje të njerëzve. Të paktën. Që kjo ka qenë një gjë shumë e mirë se ndër fatkeqësi, do të thonë si problematika më e madhe fatkeqësive na konsiderojmë kur kemi fatalitet apo humbje të njerëzve. Kështu që në këtë aspekt qëndroj mirë, po prapë ka pas shumë dëme ekonomike, ende s'ka përfundu procesi i dëmeve. Mirë, po nëse veç e kthehemi në 2023-ën, sipas raporteve është diku 35 milion janë konsideruar dëme për ndryshimet klimatike në Kosovë. Tash gjithë këto dëme direkt ndikojnë jetën e qytetarit. A kemi na luksin me ja dal vet? A ka shteti jonë zhvillimin ekonomik që me na kompenzu dëmet çdo 2 vite që praktikisht ndoshta edhe kanë me urrit tutje? Jo, s'ka mujt me bo as Zvicra, lemo me bo Kosova. Kështu që për këtë arsye shtetet ma zhvillune shumë herët, kanë fillu me marrë masa edhe me adaptu në mënyrë që mos me pas nevoj gjatë gjithë kohës me urrit, me u ekspozu me këto ndryshime. Kështu që mesazhi im kishte me qenë me fillu prej gjithë secilit me ndryshu. Me që jemi në Gjakov, unë e veç kur kaloj ka Shkugza, mjafton veç pak me kthy kokën edhe me pa ku qëndrojmë si në aspektin e kulturës edhe përgjithësisë. Kështu që është nashta një dritë e kuqe, gjithë këto mbetërina që u kthyn tash, me na gjithmonë me na rikujtu që faktikisht ajo është pasqyra e sjelljeve tona. Eksakt, edhe tepër mirë që lidhe këtë pjesën e Shkugzës, se me vërtet është një prej pasurive që ka qyteti në Gjakov, po e dëmtojnë vazhdimisht edhe ndoshta këtë rast një mesazh për qytetarët është tepër thjesht kanë njerë me çto veprime. Thjesht veç kemi mbajt borllogun ndoshta disa metra pak më anë edhe mi gjujt. Dhe shpesh nuk mujmë kuptu këtë mendimin ose mënyrën e funksionimit që e kanë për me gjujt borllogun ose borllogun edhe ma keq borllogun e shtëpisë mi marrë me shku me gjujt të Shkugza ose të një ambient tjetër. Shumë
Me u lidh me këtë ide, unë sidomos e shoh problematikë kur i shoh për shembull fëmijët që ekspozohen familje. Shka nëse ti e merr një mbetërinë dhe hodhen në shtëpi, domethënë reagimi ka më qenë enorm i prindve. Kur del, ti nga shtaf, fatkeqësisht e sheh prindin të bot njëjtën gjë. Vërtet. Çfarë reflektimi mandej mundet me qenë kjo. Për çata po them që duhet me fillu qysh prej familjes, edhe me pa që është përgjegjësia jona me mbrojt mjedisin. Nashta që kjo mirë me jap mesazhe secilës familje që filloni prej derës juaj, po jo vetëm derës, por edhe jashtë derës, kanë herë mi majt atë pjesën e hapësirës, qoftë edhe nëse është publike. Jo gjithësisht vetë shteti duhet marrë me ta pastru. Sigurisht. Për shkak se edhe që kjo është keq kuptuar, po mirë komplet se nuk të kushton as kohë, as pare në këtë rast, për mi mbajt një hapësinë më të pastër. Kështu që po i bëjmë bashkërisht thirrje secilit qytetar që mi bë këtë pjesë. Po du më kthy edhe për fund te pjesa, cila mendon që është sfida më e madhe momentale për çeto mirëmbajtje të lumenjve, po në përgjithësi edhe për problemet klimatike që i kemi si Kosovë, specifikisht në nivele lokale, si nështë adokën të vogla, po ka njerë po dalin pak më të mëdhaja, me që vetë mirësh me qitë pjesën, këshim mirë prit te për shumë këtë anën profesionale, për shkak se shpesh po kena këtë mungesën e informacionit të duhur. Faleminderit. Fillimisht, për me arrit me japë rekomandime konkrete për menaxhim, na duhet me ditë cilat i kena rreziqet. Kur po flas duhet me ditë na ato i pa. Kështu në teori e dim, po me bë një analogji që me kuptu qytetarët është si me shku te mjeku edhe me thoni kam çdo simptoma, po mjeku menjëherë nuk mundet me t'jap as terapi, as me t'jap diagnozë. Kështu që edhe në këtë rast, neve na duhet me punu në analiza, na duhet me punu në dhëna shkencore. Tash përmenda dhe me herë që instituti e ka zgjeru domethënë stacionet e matjeve, kemi mundësi me pas qasjen dhëna, duhet me bo analiza, në bazë të cilave mundemi me ndërtu edhe skenar të së ardhmes. Fillimisht, domethënë të gjitha komunat e ka një përgjegjësi ligjore me e draftu një dokument që bën vlerësimin e rreziqeve. Po ideja është me e draftu një dokument që ta prioritizon zhvillimin e komunës. A draftohet për komunën e Gjakovës edhe disa komuna? Draftohet, domethënë e ka një obligim secila komunë me draftu. Në rastin e komunës Gjakovës, faktikisht organizata të cilën për momentin jam, domethënë Agjencia Gjermane për Zhvillim dhe Qeverisë Gjermane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, GIZ, ka me mbështet komunën e Gjakovës. Ideja domethënë është me e draftu një dokument që e ndihmon komunën me i prioritizu qoftë planifikimin hapësinor, po qoftë me i prioritizu investimet. Kur na e dim shka na pret në të ardhmen, se ka njëherë mundë dikush me thonë, po është shumë vështirë me e parashiku, po e gjithë bota zhvillimore dhe me thonë ka raste disa shtete që ndërtun e mbjoj, me që e dijin sakt çfarë impakti ka me pas. Qa që kena një teknologji të avancune, kështu që nëse themi që nuk mundemi, është pak problematike me e pasit njëjtë. Na veç duhet me mendu që duhemi me u bazu në analiza shkencore për me mujt me marrë vendime që janë bazë të kontekstit edhe rreziqeve që na ndodhin. Kur i kemi çdo dhëna, mandej e dim ç'me jap rekomandime, domethënë e dim çfarë masa me adaptu. Çfarë masa me i marr, për shembull, në infrastrukturë. Dim që një ndër sektor që më shumë të është duke na ndiku në prej ndryshimeve klimatike është infrastruktura. Po kthena prapë të gjithë të bazuar në natyrë, me që funksioni primar i tyre është me reduktu qëtë fatkeqësi, me mbështet infrastrukturën tradicionale ekzistuese, që me reduktu qëtë fatkeqësi, mandej tutje edhe e zhvillojnë hapësirën publike, duke jap një hapësirë që mundet më shfrytëzu për qytetarëve, që rrit kuptohet mirëqenien e qytetarëve, e jep një mundësi me rrit hapësirën gjelbruese. Po kthejna edhe njëherë na dim sa, sidomos në qytete, sa problematike kena hapësira gjelbruese. Do thonë qëndrojmë shumë keq, nëse flasim për statistika, qëndrojmë shumë keq, tash gjithë ky shi që na bjen nuk ka më shku. Do thonë nuk i kemi lënë edhe hapësinë me ujë filtru, kështu që automatikisht kemi me u përballë me përmbytje urbane.
Eksakt, që këmë sjell shumë, po mëndoj për fat të keq e dim që këmë sjell të këqija në rast për shkak numrit të vogël, në këtë rast të gjelbrimit, edhe pse ka hapësina ku ka gjelbrim, po ka shumë hapësina për fat të keq tjera që nuk ka gjelbrim dhe gjendja momentale shkakton shumë probleme. Më shumë mirë që e ceke pjesën e analizave, se nëse ka diçka që ka mungu tepër shumë te shteti ku jetojmë kanë qenë analizat. Edhe shpesh edhe ndërtime kur ka futen pa analizat dhe shkaktohen probleme të mëdha. Një ndër ta më herët për shembull në Gjakov ka ndodhur ku një kohë shumë të gjatë nuk në qendër është mbajt me një lloj maqinerie për me pas ujë pjesa qendrës. Që kjo mungesë analizave shpesh shkakton probleme. Edhe kur bisedon me dikon po s'po na vin dokumenti, ata të cilët nuk janë profesionista, po është mirë që mi sqaru qartë që arsyeja pse vyn që ai dokument është që mi parandalu çfarë është ndodhur në janar, të paktën jo në numër të madh, se disa janë të pamundura munal. Kështu që tepër mirë që shkon në çat formë, se infrastruktura është një pjesë mëndoj kryesore, sidomos në shekullin 21 që po jetojmë. Okej, ne jemi ka fundi, edhe ma herët i dha disa këshilla, po nëse kishe mujtë me na informu kështu nashta ka gjanat bazike, çka duhemi për në përditshmëri, na për me mbrojt pjesën e ambientit që mos me ndiku për keq të ndryshimet klimatike. E përmenda, e përmenda mënyrën që sjellim mbeturina, që trajtojmë mbeturinat, duhet me pas jashtëzakonisht kujdes mënyrën që përdorim ujin. Nuk e shohim që me që e marrim si të garantune këtë aksesin që e kemi qasjen në ujë, po i kemi shumë të kufizuar, kështu që duhet me u mundu me e rujt ujin. Tash klishe për kthena te energjia elektrike, po faktikisht që kjo prodhimi i energjisë elektrike na shkakton ngrohjen globale, e njëjta vjen edhe shkakton ndryshime klimatike, kështu që është një cikël që edhe aty na duhet me pas kujdes. Ju kisha jap fokus shumë veçantë juve si organizata shoqërisë civile, me qenë kështu zani arsyes edhe ajo lidhja mes qytetarëve dhe institucioneve, me i bind sa më shumë të rit, po unë mendoj që bindja fillon edhe duke e kuptuar në thelb ndryshimin klimatike. Këta kuptojnë edhe duke i kuptuar në thelb do procese bazike shkencore, që duhet me i ditë një fëmijë që e përfundon shkollimin qaftë fillor, qaftë mesëm. Momentin kur i merr çdo njeri bazike, ka shumë lehtë me kuptu çfarë roli ka në mbrojtje të mjedisit. Kështu që po besoj që ka me pas interesim, edhe ju keni me vazhdu tutje me mbështet rit, që sa më shumë me pas qasjen informata, edhe mandej vazhdojnë edhe vetë, e kanë më të lehtë edhe me i filtru informatat. Momenti kur dikush i thot po jo se kjo nuk duhet, ose jo se këtu ndryshime klimatike thjesht janë të na imponu prej vendeve evropiane, apo janë do targete që duhet me i mbush, e kanë atë mendimin e vet kritik që kuptojnë që faktikisht janë procese që ndodhin me që na jena duke ndiku, domethënë të pas një ndikim negativ shumë të madh. Shumë faleminderit Erzana, ke shumë kënaqësi për me marrë mesazhe të qarta dhe shumë profesionale për pjesën e mbrojtjes klimatike, për shkak se shumë po diskutojmë me spidim kanë njerë disa gjëra shumë bazike. Shumë faleminderit gjithëve që përkrani pjesën e Gjallënova, në njëjtën kohë po shfrytëzoj rastin që më ju thirr sa më shumë që më ndiku për mbrojtjen klimatike prej shtëpive të juaja e deri te ambientet publike me të cilin shkoni çdo ditë. Mos u lodhni duke ngrit zanin për këto çështje, po ashtu edhe shfrytëzoni rastin që bashkërisht me arrit që më ndiku për mirë për hapësinën e përbashkët. Deri herën tjetër, shihemi.